Ish deputeti demokrat Ervin Saliani thotë se Partia Demokratike duhet krijojë organizma që të jenë të përgjegjshme dhe se nuk është më koha për të thënë e hodhi Rama. Gjatë vijimit të turit të takimeve, këtë herë me demokratët në Gjirokastër, Saliani u shpreh se PD ka gabuar në sistemin zgjedhor, lënien e mandateve, ndarjen territoriale dhe mosvlerësimin e njerëzve që janë votuar tek qytetarët. PD duhet të ringrihet për të mbushur sheshet. Nëse ne nuk kemi guxim të ndryshojmë veten, Shqipëria do ta ketë vështirë të ndryshojë. PD po duket që nuk po analizon veten e saj. Sot më vjen mirë që pas fuqisë së demokratëve, PD është në një tjetër marsh. Ka më shumë takime, analiza e debat. Në fund dua të them se ne kemi diskutuar se si PD ka bërë gabime në sistemin zgjedhor, lënien e mandateve, ndarjen territoriale tek mosvlerësimi i njerëzve që janë votuar tek qytetarët. Por edhe sot PD na pas ka bërë një gabim tjetër. I jap të drejtë Berishës që tha për avokatin e popullit. A duhet vetëm të qajmë për gabimet që bëjmë? Si mundet PD dhe grupi parlamentar të shkoj pas strategji dhe të japë Ramës 15 emra dhe të zgjedhë cilin të dojë? Si mundet PD të mos ketë guximin të thotë që kandidatura jonë do të jetë Adriana Kalaja, Skëndera Luci? Si ka mundësi që PD nuk mbajnë qëndrim të qartë? U shpreh Saliani. Ish demokrati ka pasur mbështetje masive në takimin e fundit në Gjirokastër, sikurse njëjtë ndodhi edhe në qytetin e Durrësit, takim që tërboi Sali Berishën dhe të tij, dhe që duket se rriti pak kënaqësinë brenda radhëve të Selis Blu.